Sorry, nuk do të ndodhi kjo. Hello! Dhe mirë se erdhët në vlogun e Shqipërisë. E mbyllim derën tonë të Gjermanisë edhe do nisemi. Më në fund erdhi dita e shumë pritur. Kjo nuk është dita më shumë pritur nga unë, sigurisht. Okej, mirë që do ikim, por dita e shumë pritur është të marrë vesh gjinin. Qa jeni bebusha? Bebusha, më dërgoni ndonjë shenjë. Gocë? Ja. Çun? Ja, se di. Edhe këtu në Gjermani po lëm një super kohë të mirë, një super vap, edhe këtu përballë kemi një super pamje, kemi babin më të bukur të YouTube-it. Sa bukur! Outfit of the day. Gati jemi? Gati. Qa janë, çuna apo gocë? Shiko, do të thënë, kur mendoj që jam çuna, do isha e mërzitur pse se kam një gocë. Kur mendoj që jam goca, që mund të jem goca, më kap çikinati, ajo sedra e shqiptarit. E vlonjatit. Po. Okej, shqiptarit, se gjithë e kanë. Kemi filluar zbritjen për në Tiranë. Çfarë mendoni për duart trokitjet? Se ti, ta zonë do të trokasim me taksi tash. Për të na çojmë plazh, në autobusin. Arritëm edhe shqyqyr fluturimi shkoi super mirë, nuk ishte as turbulenca, as probleme, as në ngjitje, as në zbritje, por ne kur zbritëm, ky është problemi jonë që kemi harruar kartën e Mauricios, se vetëm me një kartë shqiptare mbahemi edhe ajo është karta Mauricios. Më vjen shumë fitjet se më shikoj njerëzit. Faleminderit. Edhe nuk kemi numër, do të thënë telefonit merremi vesh me njerëzit, kështu që po blem një numër tani. Edhe ndërkohë presim vllajën e Mauricios, o zot jam shumë e lumtur në këtë video sepse kanë ardhur të gjithë. Do të thënë, ka ardhur edhe motra ime, një orë më përpara, ka ardhur edhe Briani, vllai i Mauricios, 5-6 orë më përpara, në 11 të drekës. Kështu që presim Brianin sa ai po vjen na marri. Marrim dhe numrin. 10.000 lekëshi, sa e pa 10.000 lekëshi, Mauricio tha, wow, 10.000 lekëshi, e kishte marrë malli. Jemi gati tani, sistemojmë bagazhet tona dhe le të filloj aventura e Shqipërisë. Nuk ti që na del Kush? Mirë se erdhe! Mirë se ju gjetëm! Kjo është kushërira më e vogël e Mauricios, goca Dajës, shikoni. Edhe pak do të bëjmë ose shoqe ose shok. Do i shikojmë qa do jenë. 2. Ciao! Shikon papën. Ja, këto janë edhe thonjtë e bebave. Sa kemi mbaruar me thonjtë, shikoni pak sa të bukura mi ka bërë Elvira, mi ka bërë me blu, me roz edhe me të verdh, po e verdha. Ka shumë turp të flasin këto gocat e lagjes time këtu ku jam rritur unë, po këto janë thonjtë edhe mua më pëlqejnë shumë se është hera parë që eksperimentoj. Po shikoni gallatën këtu, shi çfarë bëjmë për foto artistike. Do kërkojmë tani fustanin tim me qera. E di, jam njeriu i momentit të fundit, por shumë ecën, në mënyrë tjetër s'ka. Bella? Bellissimo. Kjo është prova para fustanit. Si ju duket njerëz? Me këtë bardhën tim që i kam një lule. Se di,
Do shikoj edhe opsione tjera. Beba. A disa do çdo gjë shikon, ndalojnë tani marrin gjithë të ëmbëlsira edhe normal që dua unë. Yummy in my tummy, Virgi. Un po? Pezzo. Tipo la pasta di mandorle. Si. Ndeta në Shqipëri më shumë se një javë, unë kthehem sikur jam muaj të 12, jo në muaj të 6. Sikur kam 5 javë, thot Mauricio. Kam bërë thonj. Po zihen. Mauricio do të vazhdoj dietën në Shqipëri, Briani është hyrë me zor të haj. Nuk dua të ikëm. Okej. Kam bërë thonjt. Kam shkuar, kam parë fustan me qira 1200 euro dita, skandal. Kam shkuar, kam parë fustane të tjera që thanë Vishi se ta bëjmë dhurat ne për gender reveal-in. Edhe akoma s'më ka fjetur mendja, po shkojmë te një tjetër, hëngrëm edhe drekën. Edhe kam bërë gjëra shpejt, por ikim tani të shikojmë dyqanin në fundit edhe pastaj do ta ndaj mendjen. Nuk kam më fuqi. Papa më ka fryrë këmbët. Jemi super rënd njerëz, super rënd. Eva është për momentin në tek edhe thot provova fustan 500.000 lek, nuk e blej, harroje. Po shkova te Zara, njëri më nxirte kështu, tjetri më nxirte shumë gjëra në pa, tjetri më nxirte të ngushtë, njëri nuk më bërthej. Ndërkohë është mami këtu që thot a ka banane gjën garderob. Virgi tu, okay, con il vestito? Si, okay. Virgi, okay. Jemi këtu te dhoma edhe do jap gjërat mamit. So. Oh, thank you. Erdi dhe Mauricio është super vaptu në Shqipëri. Këto janë si ka fut dhëndre kështu. Okej, vazhdoj miq të nderuar. Këtë që bleva nga Zara shumë e bukur edhe mua më bën. Mami ty do të vi fiks, ma provoj çika. Është masa ime, mos u lodh. Po, vishe çik sipër, kështu se je vesh edhe bukur edhe shumë. Po. Si kemi hap dengun këtu. O jetë lutem se s'bëj dot krahë, mos ja fut kohët. Mami duke u vesh tek pyetje s'do të jemi bë. Ku ka ndaj dritë tjetër? Ku ka dritë? Haleluja. Dhe sa shkoka. Më shkon edhe. Me pantallonat bardha, që ta dishëm si vesh duke kombinu 3 ngjyra. Edhe me ceza. Nuk e di. Po të bardha herë po se kishte vesh ajo goca atje. Ta gëzosh, mama. Faleminderit, kushtosh. Kështu që një kostum të bukur për në det. Shih sa bukur. Per Bravo. gjëra lartë, pantallonat edhe këmisha si. Të bukura? Shumë. Më të bukura këto. Të kam marrë dhe të bardha. Mbaj për vete, do shkosh ti plesh. Jo. Shapkat? I morë ti këto? Po. Një set i bardh. Ky seti është shumë i bukur. Ja dhe sa e bukur, unë vdes për pijamat që vinë me këmish dhe këto kanë edhe këtë punimin kështu si mbulesë buke. Se di si quhet, po që është shumë i bukur. Po, e kisha vesh shumë. Shumë. 5 bluzat e djalit tënë që i merr një saj. Mami, direkt nga Diori për ty. Që përdor vetëm buzëkuq. Të pëlqen? S'ke pasur. Bukur duket. Mamush, ja ka provuar rrobat. Mashallah, më është të vëse marë. Me barkun ti me ke? Po s'ka marrë qik. A disa këto do ato. Këto do? Ja detaj që ju thash, njerëz, tavolin bukur, centro. Filma që nga nga tjetër me fjongon tënde se vdes mamin për fjongon. Me qesi njerëz nga dita tjetër, sot jemi një ditë super e ngarkuar pas me eventin, por të tregoj që kemi marrë mëngjesin. Pastaj na fillon aktiviteti dhe unë do t'i vëm mëngjesin Brianin, Virgjit edhe Mauricio, se unë isha te mami, ta Kovaçunin, motrën. Jam gjuar shumë shpejt, ka marrë edhe byrek. Ndalesën e parë kemi sot të make-upin. Kemi filluar me pak vonesë, po mirë. Do mbarojmë shpejt. Do t'ja tregoj për pak se si do duket rezultati në fund. Janë 3 vajza, 6 duar. Që po punojnë. Radha Virgjit për të bërë flokët. Ka zgjedhur të bëj një gërshet
këtu edhe ondet pjesën tjetër. Do t'ja bëjmë ondet sa më të forta sepse i bijeni ka shumë të drejta. Come ti senti? Si ndihesh? Bene. Sono impaziente. Mezi po pres sot, jam e paduruar sot. Mezi po pres të shikoj janë goca po quna. Edhe mua ma kanë larë kokën, ma kanë bërë gati, make-upin e kanë mbaruar. Edhe do presim, unë nuk e kam iden fare se si do t'i bëjmë sot flokët fare. Di që fustani është busk, këtë po ju azbuloj që tani. Dhe do presim sugjerime për flokët e mia. Dy njerëz po më bullizojnë sepse nuk më mbyllet fustani. Kristi. Zbët lap. Po bullizohem për peshën time. Më ndihmo. Po vuajnë. Chissà come fai. Come fai? Abbiamo una faccia. Sì, bellissimo. Benissimo. Është rrit barku o njerëz. Qyqe. Meglio? Meglio, si ka. Ja, si të abandonojnë rrugës. Ishte Kristi me neve, iku, gjetëm Klajdi në rrugë, me thënë kishte parkuar këtu, na la. Me gjetëm këtu, një t'i dënin djetë. Iku fare. Jam bërë gati, por kam një konfuzitet. Prit. Se po më bje kamera. Duke të jemi shumë po lartë. Jam bërë nuse me beba. Hajde ma vite që ti më klik. Qyqje se të më qafën. Dhe ma nuses edhe shëqerusit e nuses. Okej. Kemi arë të vila edhe po vishem. Kjo është fustani parë, kam marrë 2 fustane. Super. Kam vendos një gjerdan edhe i kam vendos edhe këto dorashka që nuk janë të këtij fustanin. Edhe vëthët, por problemi është që nuk e di nëse jam e ngarkuar shumë. O zot, jam shumë emocionuar. Po flasim dallaqe, por po jam emocionuar se më në fund do di si të thras bebave të mi, goca ose çuna. Se që i kemi një gjinik të na ka thënë doktoresha më përpara. Hajde. Se po fliste ishte shumë. Çfarë thuaj, se mos e ngarku shumë. Fillon nga këmbët shpirt. Fillon nga po, se kam 2 palë. Jo, këto fjalët shumë bukura, po unë çdo gjë, po vetëm hiç i kam. Ti je shumë motra ime do t'i shikoj. Do t'i shikoj. Gjithmonë tha, përpara se të dalësh, duhet shikosh edhe një pasyrë dhe të heqish një gjë. Në që ti hiqi këto dorashka. E sigurt që ti ishte dorashka? Po, dhe ato, për mua, dësha ti diçka di kur më pyet mua se. Te të barka? Ato. Këto këtej. Kjo është. Po vërë në një dhomë, shprish, aja, disi ju. Si hapën to? Votoni njerëz, ciao! Është shumë keq situata, shikoni pak një pjesë nga votimet, vetëm vajza mbi zotran. Ku është babi? Për gocë? Babi sensibilizohet me babi Mauricion, do t'i vendosi një zemër të djalë, më duket mua. T'i japi zemër se është vetëm Mauricio që mendon djalë. Daja Toni, qa mendon që është? Djalë, ta thash. Djalë? Nga forma barkut, tha madje. Hajde votoni! Shikojmë pak gjendjen. Saraj Dorosh. Okej, po shtohen që Saraj Dorosh. Unë jam babaja Disës, pra jam gjyshi dhe mendoj që janë 2 çuna. Ua, e drodhi, babi. Unë jam nëna, nga ana e mamit. Dua shumë të jenë vajza, po mendoj se janë djemë. Unë jam Hilda, shoqja e Disës, edhe mendoj që janë 2 vajza. Plasirica. Unë jam Lona dhe mendoj se janë, do me thëmë, pak më përpara mendoja se ishin 2 goca, pastaj ndrova mendja një gocë një çunë. Erico se Mauricio.
Mendoj se janë dy çuna. Ju jam gjyshi, Licos. Mendoj se është një vajzë një djalë. Ka vetë një. Dy djem? Dhe mendoj se janë dy vajza. Po kalamaj të mendojnë. Gjeni vajzë, Sara. Cos'è secondo te? Që fem? Maschio? Maschio o femmina? Femminuccia, vajzë. Vajzë. Djalë keni? Unë jam Daja. Unë jam Tezja. Unë mendoj që janë dy vajza. Edhe unë mendoj që janë dy vajza. Familja vajzave. Jam Eva. Unë jam Unë mendoj se janë dy vajza. Unë mendoj se janë dy çuna. Ashtu jam. Unë jam Briani, Gjagjaj, vllai Mauricios, për mua janë dy vajza. La zia, per me sono due maschi. Unë jam Mia dhe mendoj se është një çunë dhe një vajzë. Hai preso i passaporti? Sì, presi. Presa, dai, pronti. Dai, andiamo. Non possiamo essere presenti per il motivo appunto che sapete, ma siamo sicuri che saranno due perle, due bimbi meravigliosi e che ci daranno tanta gioia. Mauricia Disa, ju kam shpejt, ju kam zemër, bana ju do shumë, dhe falenderoj gjithë miqt, familjarët, shoqërinë, ju kus, ju kam zemër, me zi pres të shikoj dhe unë se qëfar do jenë ata dy ëngjël, urinet më të mira të gjithëve, ju kus fort, ju kam zemër. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise high. Gati, 1, 2, 3. Night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. The sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it